Kjo është kënga fituese e festivalit të 60 mbar kombëtar të këngës për fëmijë, I cili I dhuroi 3 net festive Shkodrës dhe e gjithë fëmijëve. Edicioni I 60 jubilei I tij I pati të gjitha, ndërsa nata e 3 shënoi edhe fundin e festivalit, ku prezantuan për spektatorët në shesh 20 këngët konkurruese të solistëve të tij. Kjo natë e tretë, përveç konkurimit të këngëve, pati elementet e një spektakli të vërtet, duke nisur që me fishek zjarre, trupën e baletit të qendrës kulturore të fëmijëve të Durrësit, me vallet të Veriut dhe Shqipërisë së Mesme, e deri tek 2 performancat artistike të prezantuesës së festivalit, Engin Asufi, e cila u rikthye edhe një herë tjetër në këtë festival, 14 vite pasi kishte fituar çmimin e parë. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn my back and slam the door. And here I'll stay. And here I'll stay. Let it go. Në fund të konkurimit u ndahen edhe 2 çmime të treta dhe 2 çmime të dyta, ndërsa pati edhe 2 çmime për interpretuesit më të mirë, por ishte kryetari I bashkisë Bars Pahia, ai I cili do të ndante me publikun 2 çmimet më të rëndësishme të këtij festivali të 60. Çmimi I Kujtim Alia, që u dha për herë të parë në këtë festival në nder të mjeshtrit dirigjent të festivaleve ndërvite Kujtim Alis, shkoi për korin e këtij edicioni të festivalit, ndërsa çmimin e parë e rëmbeu dueti shkodrani Irsa Mashi dhe Samuel Martaneshi me këngën Festivali na thërret të kompozuar nga Zef Çoba dhe tekst të Alfred Çapalikut, ndërsa pas festivalit ekipi fitues shprehet për suksesin e arritur. Urime për çmimin. Faleminderit. Emocione? Shumë. Si dihesh? Shumë emocionuar. I sati festivalesh ke konkuru? I dyti. I dyti. E prisin të çmimin? Them vërtetën jo. Kujt ja dedikoni këtë çmimin? Të çmimin dedikoj familjes time. Ti nuk e mendova fare këtë çmim, prandaj këtë çmim do t'ja dedikoj miqve të mi, të klasës, të gjitha ato aktiviteteve që kam pasur, sepse ato më kanë mbështetur edhe nëse kam edhe në rastet të këqija emocionale. Faleminderit gjithë atyre që e kanë realizuar këtë festival, sepse një çmim është një këngët, por gjitha këngët e bajnë festivalin. Ne në arrit me të festival që fëmijë dhe po më duket vetja më mirë me besu që jam në moshën e festivalit 60 vjeç. Satisfaksion është kënga përmbledh edhe në përmbajtjen e saj, gjithë kontributin që kanë dhënë me radhë mësues tanë, ne vetë, gjeneratat në vazhdim dhe ato që do të vinë në skenën e këtij festivali dhe do të lartësohen si figura artistike, sot fëmijë, por nesër ndoshta artistë të njohur. Kjo është edhe përmbajtja e këngës, festivali I Shkodrës na thërret. Ashtu si të tha dhe profesor Zefi, ne jemi rritur me festivalin, kemi qenë vetëm 10 vjeça, kur kemi qenë spektatorë në festival, dhe më vonë u bëm personazhe të festivalit. Por ajo që të bën përshtypjen këtë festival është se mosha e Samuel Martaneshit që e kam nga ana ime e majt është vetëm 12 vjeç dhe mosha gjithashtu e vajzës që e kam nga ana e djathtë dhe është rrethuar me sonte me lule është 12 vjeç, kjo është Isra Mashi, e shkollës Ismail Qemali, ndërsa Samueli vjen nga shkolla në Bregun e Bunës, pra dy nxënësat që kanë përkatësisht moshën 12 vjeç dhe 12 vjeç. Pra një moshë tepër rinore, së bashku bajnë 24, ndërsa ne bashkë me Zefi jemi në moshën e festivalit. Sapo u përmbyll një punë shumë e madhe që ka filluar qysh në muajin dhjetor, ku morën pjesë qindra fëmijë, shumë talentum, mirë po kishim edhe solist të mrekullueshëm nga gjitha trevat shqipfolse. Besoj që edhe çmimet janë të meritume, këtë tregoj mas shumtit edhe duartrukitjet e fëmijëve kryesisht, por edhe të publikut. Edicioni I 60 I festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë u transmetua për 3 net me radhë në rrjetin e radio-televizionit publik shqiptar, si dhe në platformën RTSH tani.